Po I qëndrojmë këtyre çështjeve që doni t'u jepni zgjidhje përfundimtare. Një prej problematikave që ka zënë hapësirë goxha në diskursin politik dhe publik të Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj ka qenë edhe provimi I jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ju keni dhënë një afat kohor 3 mujor për zgjidhjen e këtij problemi. Mendoni që është një afat kohor që do t'ju mjafton për t'ia dhënë formën finale apo jeni duke fituar pak kohë? Edhe kjo, më thonë, fatkeqësisht edhe unë baj një lloj përgjegjësisë se kam qenë pjesë e BDI-s. Po edhe kjo është problem që kalon trashëgimi BDI. Nëse zgaboj, ka pas 6 ministra të drejtësisë që nuk e kanë zgjidhur këtë çështje. Bile kanë qenë edhe antar komisioni, figura të rëndësishme, edhe të komisionit për provimin e jurisprudencës. I kam ftuar dhe publikisht flasin se çfarë gjuhë kanë folë aty, domethënë kur e kanë bërë provimin e jurisprudencës, edhe ministri shqiptar, edhe antar të komisionit shqiptar, edhe kandidatë shqiptar, të gjithë pra kanë folë në gjuhën maqedonase. Këtë flas vetëm për hir, domethënë të opinionit njerëz ta dinë se ç'është puna. E dyta, provim të jurisprudencës, pra brenda vitit mund t'japin deri diku 10 studentë, domethënë 10 persona, domethënë shqiptar, pra nuk ka të bëjë me një numër kategori shumë të rëndë. E treta që duhet ta potencoj, pra nuk është vetëm provimi I jurisprudencës. Janë diku mbi 50 provime profesionale të cilat kanë qenë në gjuhën maqedonase, në kohën kur BDI ka pas 6 ministra, opozita e tanishme, se s'kanë qenë krejt e BDI-s, I fundi ka qenë I Aleancës për shqiptarët të zotit Sela. Më thonë, të gjitha provimet ka qenë në gjuhën maqedonase. Dhe vetëm disa provime janë zgjedhur në gjuhën shqipe, të cilët janë zgjedhur kryesisht nga ministrat tonë. Pra, zoti Bekim Sali ka zgjedhur, domethënë, provimin e mjekëve, që është në gjuhën shqipe. Zoti Limani ka zgjedhur për edukatorët, domethënë për çerdhet dhe foshnjorët në Maqedoni, që për herë të parë provimi jepet në gjuhën shqipe, që është numër I madh domethënë I edukatorëve që duhet ta japin atë provim. Po ashtu është edhe tek farmacistët, nëse nuk gaboj, pra 3-4 kategori dhe te administrata, po është zgjedhur në të kaluarën vetëm për administratorët, po jo edhe për udhëheqësit e pozicioneve në administratë. Të një kategori është e zgjidhur, të njëra ka mbetur në gjuhën maqedone. Pra edhe nëse janë zgjidhur 3-4 provime profesionale në gjuhën shqipe, është merit e vlenit dhe ne kur hap çështja e jurisprudencës, edhe pa më parasysh organizatorët, qëllimi ato, ne I mbështetëm studentët dhe I thamë që do bëjmë zgjedhje dhe pas 24 viteve po bëjmë zgjedhje ligjore. Pra ndryshim ligji veç ka filluar domethënë të diskutohet dhe të futet në procedurë që do mundson studentëve për herë të parë pra provimin e jurisprudencës ta mbrojnë në gjuhën shqipe